Në një edicion të Big Brother VIP Albania ku tensioni, debatet dhe përplasjet kanë qenë pjesë e përditshme, figura e Selinës ka ardhur si një kontrast i qartë dhe i veçantë. Ajo nuk është dalluar për zërin e lartë apo për konfliktet e forta, por për diçka që shpesh mungon në formate të tilla, qytetari, edukat dhe çiltërsi. Që në ditët e para, Selina ka treguar një mënyrë komunikimi të qetë dhe të respektueshme. Ajo nuk ka pasur nevojë të përdor fjalë të rënda apo të ulë të tjerët për të mbrojtur veten. Përkundrazi, ka zgjedhur të qëndrojë në nivel duke treguar se edhe në një ambient të mbushur me presion dhe emocione të forta, mund të ruash dinjitetin. Kjo është një nga arsyet pse figura e saj është vlerësuar nga shumë njerëz, përfshirë edhe Milaim Zeka, i cili ka theksuar pikërisht këto cilësi, qytetarinë, edukatën dhe sinqeritetin e saj. Deklaratat e tij tregojnë një mbështetje të hapur dhe një bindje se Selina përfaqëson një model ndryshe brenda shtëpisë. Në një kohë kur shpesh vëmendja fitohet përmes dramës, ai e ka vënë theksin tek vlerat që ajo sjell, vlera që lidhen me respektin, komunikimin e pastër dhe një qëndrim të balancuar. Kjo e bën Selinën jo vetëm një konkurrente, por edhe një përfaqësuese të një loje më të qetë dhe më të ndershme. Nga ana tjetër, pjesë e kësaj gare janë edhe momentet e ashpra, deklaratat provokuese dhe përplasjet verbale që ndodhin mes figurave publike dhe mbështetësve të tyre. Fjalë të forta, si ato që përmende, shpesh nuk flasin aq shumë për personin që sulmohet, sa për klimën e tensionuar që krijohet rreth një gare kaq të ndjekur. Ato janë reagime emocionale, ndonjëherë të nxituara, që tregojnë sa shumë pasion dhe përfshirje ka publiku në këtë spektakël. Megjithatë, në gjithë këtë zhurmë, figura e Selinës qëndron ndryshe. Ajo nuk është identifikuar me konfliktin, por me përmbajtjen. Nuk është bërë i njohur për debatet e ashpra, por për mënyrën se si ka ditur të ruajë qetësinë dhe respektin. Dhe kjo është një forcë më e madhe se sa duket në pamje të parë, sepse kërkon vetë kontroll dhe karakter të fortë. Në finale, publiku përballet me një zgjedhje, të shpërblejë spektaklin e zhrumshëm apo të vlerësojë një qasje më të qetë dhe më të qytetëruar. Selina përfaqëson këtë të dytën. Ajo është një shembull që tregon se mund të jesh pjesë e një gare të fortë pa humbur vlerat e tua, pa rënë në nivelin e ofendimeve dhe pa ndryshuar thelbin tënd. Nëse fitoria do të shkojë tek ajo, do të ishte një mesazh i qartë, se qytetaria, edukata dhe çiltërsia kanë ende vend dhe mund të triumfojnë edhe në një format ku shpesh duket se fiton më i zhrumshmi. Dhe ndoshta kjo është ajo që e bën Selinën kaq të veçantë në këtë rrugëtim. Ajo nuk ka ndryshuar për lojën, por ka sjellë veten e saj reale deri në fund.